Ardian Ismaili pas 2 javësh është një lojtar I lirë dhe mund të firmos me cilën do skuadër që dëshiron. Mbrojtësi përfundon kontratën me Empolin dhe do jap plemtumirën këtij ekipi për të nisur një aventurë të re. Ofertat nuk mungojnë me klube të ndryshme që kanë kontaktuar lojtarin, por në sfond ka dalë një hipotezë shumë interesante, pasi në mediat italiane theksohet se ai ka përfunduar në radarët e Lazios si përforcimi I parë I rëndësishëm I verës për Bardekaltrit. Sipas asaj që bëhet e ditur, palët janë dakord për të nisur bashkëpunimin me një kontratë disa vjeçare, pasi edhe trajneri Sarri ka dhënë përgjimin e tij. Megjithatë, Lazio ka një kusht për futbollistin shqiptar. Marrëveshja në fjalë do të realizohet vetëm nëse njëri mes Gjila, Zhigo dhe Patrik I jep plamtumirën Bardekaltërve për t'i bërë vend të mbrojtësit shqiptar. Lazio ka lënë në pritje menaxherin e Ismailit, duke I bërë të qartë se do të mësojë shumë shpejt nëse do të largojë ndonjë nga këto futbollistë për t'i bërë vend të mbrojtësit. Ndaj ka kërkuar pak ditë durim sa të sqarojë situatën e tyre.